Kryefjala sot këtu jeni ju maturant të ri të Shkodrës, që besoj që është momenti i duhur në këtë muaj, pra gjatë prillit dhe majit, që ju tashmë të bëni zgjedhjen e duhur për studimet e ardhshme universitare. Shfrytëzoni këtë ditë sot, që është dita e dyrëve të hapura, që do ta kthejmë në traditë për të komunikuar me të gjithë maturantët, jo vetëm të qytetit të Shkodrës, por të qarkut dhe përtej, mundësisht të veriut dhe verilinës së vendit, për të komunikuar me stafet tona sot, në mënyrë që të merrni informacionin e duhur për programet e studimit që ne ofrojmë, për ofertën akademike, veçanërisht në programet e ciklit të parë të studimeve bachelor. Tani, duke zgjedhur Universitetin e Shkodrës, ju në fakt zgjidhni institucionin i cili ka një traditë të shkëlqyer të formimit të mësuesve, por jo vetëm, edhe të profesioneve të tjera. Është një rast shumë i mirë, është një mundësi ideale për çdo familje. Unë flas jo vetëm në emër të bashkisë, flas edhe si prind, flas edhe si nan, që do doja që fëmia im në shkollën e lartë ta kishte sa më pranë shtëpisë, kur universiteti ofron këto kushte për të cilat edhe rektori bëri një pasqyrë të përmbledhur, por esenciale për të kuptuar që vendimarrja është e juaja, por do të ishte me shumë vlerë e me shumë vend që ju të rrini në qytetin tuaj, në bashkinë tonë, puna për ju ka filluar dhe po vazhdon, në mënyrë që bashkia të jetë sa më bashkëpunuese, t'ju ofrojë kushtet më të mira, siç është edhe karta e studentit, e cila garanton shumë të drejta për studentët tanë. Ky takim i sotëm nuk është thjesht një takim sporadik që ne po e bëjmë dhe po kryejmë një detyrë, jo, përkundrazi është një pasqyrë e qartë e atij vizioni që të gjithë institucionet përgjegjëse për qytetin e Shkodrës kanë për t'ju ofruar ju. Për ne sot është detyrë që ju tregojmë dhe t'ju bëjmë të ditur të gjitha hapësirat, programet e studimit që Universiteti i Shkodrës ju ofron. Të gjitha hapësirat e bashkëpunimit të Universitetit të Shkodrës me universitetet e tjera të Shqipërisë. Të gjitha hapësirat e bashkëpunimit dhe programet e bashkëpunimit që Universiteti i Shkodrës ofron me universitetet e botës dhe të gjitha mundësitë që ju hap tashmë Universiteti i Shkodrës për të formuar profesionalisht, por edhe personalisht.